Në seancën e fundit gjyqësore në Hag, James Rubin, ish-ndihmës i sekretarit të shtetit Madeleine Albright, dëshminë e tij në mbrojtjen e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Rubin tha se nuk kam qenë në dijeni për ndonjë presion fizik nga ana e Thaçit ndaj dy anëtarëve të delegacionit kosovar në Rambuje, të cilët nuk ishin pjesë e UÇK-s. Nuk kam qenë në dijeni për ndonjë kërcënim fizik nga ana e Thaçit, por duhet ta dallojmë presionin fizik nga i moral apo ideologjik, theksoi Rubin. Ai sqaroi se vetë Thaçi ishte në një presion të fortë diplomatik gjatë konferencës së Rambujës viti 1999, sidomos nga sekretarja amerikane e shtetit. Sekretarja Albright i ka bërë presion Thaçit në mënyrë të drejtpërdrajtë, duke i thënë se nëse nuk nënshkruan dhe i lë njerëzit të pambrojtur nga serbët, pasojat do të jenë të rënda, dëshmoi Rubin. Në vijim të dëshmisë ai shtoi se dhe figurat e tjera politike shqiptare të kohës, përfshirë Adem Demaçin, ishin përballur në forma të ngjashme presionin ndërkombëtar në një periudhë vendimtare për të ardhmen e Kosovës. Rubin përmbylli dëshminë e tij treditore duke nënvizuar se vendimarrja në Rambuje nuk është e lehtë dhe se Thaçi tha se kishte një rol të vështirë mes pritshmërive ndërkombëtare dhe nevojës për të mbrojtur popullin e Kosovës.